Se definani si e jepni ju rëndësinë e saj. Bismillahirrahmanirrahim. Shqyqoni, agjerimi është një shtyllë e katërt e besimit islam dhe vetë fjala apo vetë shprehja saum, që është në gjuhën arabe, që do të thotë frenim, abstenim, heshtje, braktisje, largim, e ka kuptimin në kuptimin gjuhësor, domethënë. Mirë, po në kuptimin e shariatit apo ashtu siç e cek Kurani famëlar, Allahu i madhruar në një ajet kuranor thot: Bismillahirrahmanirrahim, inni nadhartu lirrahmani sawman, që do të thot unë kam rivendosur heshtjen për hir të gjithëmëshirshmit. Nga kjo nën kuptojmë se mëshira e Allahut është e madhe dhe ne agjerojmë me mëshirën e tij, me rahmetin e tij, domethënë që është mbi ne, por agjerimi jo vetëm që është imperativ, që është urdhërore nga Allahu xhaleshanuhu për ne besimtarët si obligim, ai është edhe një ibadet në vete, që secili besimtar kur afrohet muaji i Ramazanit, vetëm se e ndjen një ndryshim, apo e ndjen një aromë shpirtërore, çka ndoshta nuk mundet me tregu me fjalë se sa me ndreq me fjalë me tregu se çka përjeton. Por e gjitha ajo është që fuqia e Allahu xhaleshanuhu e ka bërë për besimtarin që është obligim dhe ne duhet ta marrim atë edhe ta praktikojmë, domethënë jo të bëjmë pyetje se a duhet ta agjerojmë apo jo, por derisa ja kemi dhënë besën Allahut edhe kemi marrë këtë nimet si fe, ne duhet ta mbjellim atë me punë të mira. Mirë po, pasi që Ramazani është një mik apo një misafir i ini që vjen një herë në vit, ne duhet ta mirpresim me vepra edhe me punë të mira. Gjithashtu, pejgamberi alayhi salatu vesselam në një hadith thot, kush e agjeron thot Ramazanin me besim edhe me shpresë tek ai do t'i ketë mëkatet e falura. E kjo është, domethënë, një dhunti që ka dashur Zoti dhe na i ka dhënë neve besimtarve, për domethënë agjeruesve, se ne jemi ata të cilët kemi nevojë për faljen e mëkateve tona, sepse nuk ka krijesë, nuk ka njeri në këtë botë çka nuk bën lëshime. Mundet ndonjëherë mi bën me vetëdije, po ndonjëherë mundet mi bën edhe pa vetëdije, por na kemi nevojë që mëshira e Allahut xhaleshanuhu të jetë me ne, që ai të na i fal gabimet e tona, të na i fal ato lëshimet e tona.